Edhe pse qindra qytetar dolën në protest, në Koçan bizotroi sërish thjeshtja. Familjet e të vdekurve nga zjarri në diskotekën Puls marshuan rrugëve, mbanin fotografitë të dashurve të tyre që humbën jetë, pankarta marsh për 59 engjujt, por edhe mbishkrim se ky nuk është aksident, kjo është vrasje. Marshi filloi pikërisht në mesditë. Pjesëmarrësit të udhëhequr nga familjet kaluan pranë kafenes në qytet, pronari i së cilës është edhe pronari i diskotekës, e më pas para ndërtesës së komunës, ndërtesës së policisë në qytet dhe gjykatës në Koçan. Aty njëri nga prindërit drejtoi pyetje deri te këto institucione. Pred 3 valet në institucije postavuam 3 valet një prashënja. Kojgo ubi mojot angjel, kojgo ubi mojot heroj i kojgo peplusa to angjel skolice. Ne samo nenoto si të drugi dec. Të tjerë nga ana tjetër thanë se nëse policia do të kishte bërë punën e saj, kjo tragjedi nuk do të kishte ndodhur. Policia të nuk është treba работа, но дете немаше да почине. 59 persona kanë humbur jetën nga zjarri në diskotekën Puls. Dje ndroi jetë një person i cili mjekoi jashtë vendit, i cili ishte udhëheqës i diskotekës. Me këtë numri i viktimave arriti në 60, duke qenë se në mesin e personave të përfshirë nga hetimi ishte edhe udhëheqësi, prokuroria njoftoi se ndaj tij do të ndërpritet procedura. Në hetimin për zjarrin janë përfshirë një ish-ministër dhe drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Tregut, punonjës të Ministrisë së Ekonomisë, polic, kryetar komunash të Koçanit, si dhe pronari i diskotekës. Siç dihet, diskoteka ka punuar me licencë false, madje nuk i plotësonte as kushtet për kryerjen e një aktiviteti të tillë.